Sa punohej për të zbuluar më shumë rreth ngjarjeve në dy grupe të ndryshme hetimore, Policia e Tiranës në mëngjesin e datës 18 prill po kujdesej dhe për një aspekt tjetër. Për të ulur rëndësinë e ngjarjes dhe për arsye ende të pazbuluara, shpërndau në media në mënyrë informale pistën e ngatrimit të objektivit. Sipas këtij versioni të shpërndar nga drejtuesit e policisë së Tiranës dhe të komisariatit numër 1, nga hetimet e para dhe dyshimet, mendohet se 4 të rinj që u plagosën mund të mos kenë qenë shënjestra autorëve, por të jenë ngatruar. Sipas këtij versioni, ka dyshime se atentati në Tiranë të jetë planifikuar ndaj gruas së Roan Brahimit, e cila thuhet se jeton në të njëjtën zonë ku dhe të miturit dhe familjet e tyre jetojnë. Si dhe përdorte një mjet të njëjtës markë dhe targa e mjetit të saj, sipas këtij versioni të shpërndar nga policia, ndryshonte vetëm për një shkronjë nga targa e mjetit që u qellua. Policia u përpoq të shmangte një pistë të besueshme hetimore krahas shumë të tjerave që lidhet me problemet dhe konfliktet e mundshme që pronarët e Pelikani Security kanë.